Zotri Gërgjaliu, mirë se vjen. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Me çfarë erdhët deri në studio? Po, për hir të respektit ndaj juve dhe ndaj shtëpisë televizive, erdha me vetur dhe 1 litër kushtoi ke Sa paguajte? €1.88 cent. €1.88 cent. Mi po kur e mora lajm që sot në Belgjik or 2.50 prapë më duk pak më e lirë. Të duk pak më i lirë. Ndonë se çmimi që keni paguar më herët ka qenë më i ulët. Po, definitivisht, do të thosh një ngritje graduale që nga dita me ditë do është duke u vretur, është në psikologjinë e çmimeve që çmimet ngriten shpejt, por nuk bin kur në stadin fillestar, prandaj duhet të përgatitemi që në këtë periudhë kohore afat shkurte nuk besoj që nuk do të përjetojmë befasi që të kemi çmime më të ulta se këto që kemi sot. Një luftë, një konflikt bëri që e gjithë ekonomia në fakt globale, ndoshta për ta thënë kështu, zotri Gërgjaliu, të ndryshoj, mirë po të fokusohemi në Kosovë, me qenë se këtu jemi dhe ky është problemi me cilin ballafaqohemi çdo ditë në përditshmërinë tonë.